Këtë pamje vjen nga laguna e Kunevain në Lezhë. Ky rezervat natyror është pushtuar nga flamingot, shpend migrator, që zakonisht vërehen në vjesht, por për shkak të klimës së butë dhe ushqimit të bollshëm, po qëndrojnë edhe gjatë dimrit. Prania flamingove, pelikanit kaçurel dhe shpendëve të tjerë në lagunën e Kunevainit tregojnë se kjo zonë e mbrojtur ka kapacitete mbajtëse dhe fuqi riportëritëse, thot eksperti mjedisit Jak Gjini. Shpendët janë indikatori më i mirë që tregon gjendjen ekologjike të një ekosistemi. Në këtë rast shohim se janë kthyer rreth 120 flamingo që përbajnë një koloni goxha potenciale nga pikpamja e numrit dhe tregon që përsëri zona ka vatra të tilla, ka kapacitete mbartëse dhe fuqi të mëdha riportëritëse. Krahas flamingos natyrisht ka edhe shpendë të tjerë dhe kemi një rikthim të herpashershëm edhe të pelikanit kaçurel, që i rikthehet edhe një herë dhe të vetë të dikurshëm dhe gjithmonë bëhet fjalë që kena përmirësim të gjendjes. Shpendët gjithmonë udhëhiqin nga pikësparja të duan mbrojtje, duan strehim, duan edhe ushqim. Të dyja janë edhe në këtë periudhë të vitit mundësitë më të mëdha për ushqim i kanë në zonat të shpend lagunor, shpend të ujrave të lagunave. Kunevain i ruan vlerat natyrore të trashëguara dhe shumëllojshmëria habitateve ofron stre për 200 lloje shpendësh, ndërsa spektakli që po dhurojnë flamingot në këtë periudhë të vitit po tërheq vëmendjen edhe të shumë vizitorëve.